Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Thirrje për ndërhyrje ndaj produksionit. Reagimi fort i familjarëve të Mosës. Familjarët e poetes Mimoza Ahmeti kanë reaguar publikisht në rrjetet sociale, duke shprehur shqetësimin e tyre lidhur me mënyrën se si, sipas tyre, ajo po trajtohet brenda formatit televiziv ferm. Në një deklaratë të gjatë ata theksojnë se ndaj saj po përdoret gjuhë fyese dhe sjellje që të cënojnë dinjitetin e një gruaje dhe nëne, duke cilësuar situatën të papranueshme. Sipas familjarëve, komentet dhe ofendimet e disa prej konkurrentëve kanë kaluar kufijtë e etikës, ndërsa përdorimi i një gjuhë banale është bërë shqetësues edhe për faktin se po shpërndahet gjërësisht në rrjetet sociale. Ata shprehen të zhgënjur edhe me mënyrën se si produksioni ka zgjedhur të trajtojë situatën. Në reagim thuhet se këto sjellje janë anashkaluar në mënyrë të përsëritur, pa u ndërmarrë masa konkrete për të parandaluar përshkallëzimin e tyre. Familjarët ngrenë gjithashtu shqetësimin se poetja nuk po trajtohet në mënyrë të barabartë gjatë prajmeve, duke pretenduar se shpeshherë i ndërpritet fjala apo nuk i jepet hapësira e duhur për të shprehur mendimet e saj. Në përfundim ata bëjnë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme, duke kërkuar ndalimin e gjuhës fyese dhe garantimin e një trajtimi të drejtë dhe dinjitoz për të. Sipas tyre, një format televiziv humbet vlerën kur lejon cënimin e imazhit dhe integritetit të një individi në publik.